Në qendër të vëmendjes janë formatet si Ferma VIP dhe Big Brother VIP Albania 5, formate të cilat gjenerojnë dinamika mes banorëve dhe ndikimet në publik. Përplasja mes figurave si Mimoza Ahmeti dhe hyrja e re e Ilir Shaqiri apritet të ndryshojë rrjetën e lojës duke sjellë kështu më shumë strategji dhe tension. Ndërkohë roli i Arban Osmanit dhe opinionistëve si Angel Shkira dhe Armina Mevlani mbetet kyç në formësimin e perceptimit të publikut. Në thelb, pyetja që shtrohet është apo ndjekim një realitet të vërtet apo një lojë të ndërtuar për spektakël. Për këtë çështje do të flasim sot me Elton Tozaj. Elton, hyrja e Ilir Shaqiri duket si një lëvizje e fortë e produksionit. A është kjo për të rritur tensionin apo për të orientuar lojën drejt një drejtimi të caktuar? Dgjoj, unë mendoj ndryshe. Nuk e mendoj që mund të rritet tensioni, të po flasim për dgjoj, aty kemi një ferma të vit nuk është ferma vit, po është Mimoza Ahmeti. Duhet të kemi parasysh që ferma në qoftë është ka qenë ndjekur sa është edhe shtatë. Unë mendoj më tepër Iliri është futur si në funksion të Mozës, do të jetë në funksion të Mozës, kam përshtypjen që do të shkojnë shumë mirë bashkë sepse Iliri unë e njoh personalisht, unë e njoh që të dy personalisht, kam që të dy miq, kam fatin e madh që ti kemi orë, ti kemi që të dy di të them vetëm diçka që ka për të pasur një lloj përputhje dhe një lloj sinkroni, një lloj simbioze në çdo lloj sjellje, mendimi, çka ka do të kemi në tjetër. Iliri e dashuron humorin e hollë të Mozës, ironinë, sarkazmin, të tëra, që ka përqen totalisht në funksion të Mozës. A prisi që Ilir Shaqiri ta sfidojë drejt për drejt Mimoza Ahmetin si figurë dominuese në diskutim? Jo, sepse Mimoza është karizmatike. Iliri ka tjetër profil, është më i drejt për drejt dhe nuk ka karizmën apo humorin që ka Moza. Jo, Mozën e dëgjoj pozitivitetin që ka Moza, mënyra e çiltër që ka. Iliri është i rrahur, ka fituar Big Brother. Është një njerëz që e ka jetuar një reality show. Ka qenë pjesë e një reality show tjetër në Itali. Ka qenë pjesë e një jurie të një tjetër reality show që ishte Dance with the Stars. Kështu që Iliri është njëri që është i rrahur, por kjo nuk e bën detyrimisht më të fortë se Moza, e cila është më spontane, është më reale, e cila nuk poruhet siç poruhet të tjerët. Edhe është e çiltër. Mimoza është vetvetja, prandaj është Moza dhe prandaj Ferma VIP po ka këtë lloj suksesi. Nëse duhet të zgjidhni kush do të mbijetojë, nëse mund ta them kështu, më gjatë në lojë dhe pse mes figurës Mimozës dhe Ilirit. Po pse më bën këto pyetje tash apo nga që unë kam qenë dy minutë. Ilirit kanë qenë Angjëll i Mbrojtjes, kur ai ka qenë sepse kështu quheshin neve, Angjëll i Mbrojtjes, kur ai ka qenë në Big Brother VIP, kam bërë fushatën e tij jashtë. Jam marrë me emisionet që bëheshin për Big Brother, kështu që për Ilirin e kam bërë një herë, për Mozën se kam bërë asnjëherë, kjo është mundësia ime e parë për ta bërë. Do ta bëj ata që deri në fund, patjetër duke dalë Moza fituese. A është Ferma VIP një pasqyrë reale e shoqërisë shqiptare apo një realitet i ndërtuar vetëm për audiencë? Tash reality show supozohet që janë një pjesë e realitetit tonë, sepse shtëpia e Big Brother ose Fermës VIP do më duhet patjetër që ti paralelizoj njëra me tjetrën, për të vetëm arsye sepse në koncept janë që të dy njësoj. Njëra është në natyrë, tjetra është e mbyllur. Është një mini botë e cila krijohet brenda, është ajo bota ku ka Tasotelium, është ajo bota ku ka Rugacin, është ajo bota ku ka të komshin pak bish të dredhur të atë neve. Është ajo bota ku është njeriu i mirë, është ajo bota ku është ajo gruaja punëtore, kështu që si Ferma, si Bigu, pak a shumë është një jetë reale, prandaj quhet edhe reality show. Për momentin në Ferma VIP jemi duke parë vetëm show-un, pa pjesën e reality-t, sepse reality për momentin është Moza. Por ka një problem. Ferma VIP të vit ka guxuar të lodhi me emra BIP. Dhe duke lodhur me emra BIP, problemi më i madh është që emrat BIP kanë se çfarë humbasin. Kjo gjë i bën ata që të stepen. Presoj që të harrojnë sa më shpejt që ka kamerat, presoj që të harrojnë sa më shpejt që janë 200.000 euro në fund, dhe që do t'il në rastet të tilla ka dhe kanibalizëm në thojza. Elton, kush mendoni se e mban më mirë profilin e fituesit real deri më tani? Në cilin nga të dy show? Edhe për Fermën. Për Fermën është deri tani është
mimoza, ndërsa në Big Brother është Selin, është e padiskutueshme. Elton, si e shihni ju rolin e produksionit në drejtimin e narrativës së spektaklit? Në kuptimin E narrativës së spektaklit, në përgjithësi produksioni. se narrativ për mua është ajo që thot speakeri atë, se nuk kë duhet shoh. Nuk i krahasoj dot të dy, si Ledionin se Arbanën, sepse për mua janë që të dy on top. Produksion më të mirë nuk kanë se ku gjejnë që të dyja palët për sa i përket folësit. Narratorit në këtë rast është Arbana dhe narratorit në anën tjetër që është Ledioni, janë dy më të mirë që ka Shqipëria për sa i përket reality show. Vetëm një gjë që ka çeduar është që në Big Brother produksioni ka çeduar tek Zar Fizik, ka çeduar tek ndëshkimi, ka çeduar sepse ka lejuar bullizmin, ka lejuar dhunën psikologjike, ka lejuar dhunën të folur, ka lejuar shumë gjëra që tashmë bullizimi, siç unë kam thënë, është një gjë që serviret për mëngjes, dhuna psikologjike për drekë dhe pastaj intimidimi është një pjatë gurme që jepet për darkë. Në Fermën VIP po mundohet që kjo gjë të evitohet në maksimum, po bëhet një lloj moderimi më i moderuar se Big Brother, nuk po lejohet që të nisur këtu edhe nga ajo që Akili pati në Sarën, për shembull, ku menjëherë në rrugë produksioni dhe ndaloi pak a shumë gjuhën ofenduese, e gëznuan menjëherë Akilin ka stile vetëm për këtë punë. Kështu që për momentin, Ferma është shumë lartë në krahasim me Big Brotherin, por sa i përket produksioneve. Ndërsa për folcat, thash, për narratorët kryesorë, për dy figurat kryesore të ekranit, si Arbana, si Ledioni, për mua janë on top, që të dy dhe nuk ka krahasim midis njëri tjetrit. Elton, çfarë kthesash pritet në ditët në vijim për të dyja formatet? Ai më fal. Çfarë kthesash priten në ditët në vijim? Po. Po sot kemi finalistën e parë, që është Selin për sa i përket Big Brotherit. Pastaj do vazhdoj rëndom zgjedhja e finalistëve të tjerë që janë Brikena, Mateo edhe Miri, po ju a them paraprakisht që ta dini. Po sepse këta do jenë finalistë. Nisur këtu dhe nga një sondazh që është bërë së fundmi, nisur këtu dhe nga zëri i tërë komunitetit të artistëve që kanë dalë kundra Rogertit edhe hipotetizohet si mashkulli më i urryer për momentin. Ndërsa për sa i përket Fermës VIP, më lejoni të jap vetëm një emër, mezi po pres hyrjen e Blerin Destanit. Bledi? Blerin Destanit. A kemi një panel realisht pavarur apo një zgjatim të produksionit nëse flasim këtu për dy opinionistët si Angel Shkira dhe Mevlani? Po jo, unë do të korrigjoj sepse opinionistë janë 3, nuk janë 2. Në rregull. Opinionisti është Ermal Mamaçi, është Angel Shkira dhe është Armina Mevlani. Gjatim produksioni nuk ka. Është Angel Shkira është një vajzë që ka provuar një reality show dhe për mendimin tim është nga njerëzit e duhur për qenë opinioniste. Armina Mevlani po ashtu këtë vit po tregon që është më mirë se sa tek Ferma VIP. Ndërsa për sa i përket Ermalit, përveç humorit, ka dhënë asnjë ndjesie tjetër, sepse se ka bërë opinionin siç duhet dhe vjen keq. Sepse nuk është në pozicionin për të bërë njeriu pozitiv, po është në pozicionin për të thënë vërtetën dhe për të qenë njeriu kritik. Ka shi fenomeneve të ndryshme që shkon aty brenda, kështu që është pak në pyetje roli i Ermalit, po më pëlqen shumë Angel, pafund, edhe Armina. Është okay. Elton, a mendoni se fenomeni Moza do ja kaloj fenomenit Luiz? Dëgjoj. Shiko, ti më hyn mua në për detaje që mund kam konflikti interesi. Tash si mund të flas unë që fenomeni Moza do kaloj fenomenin Luiz Elli, njeriu që unë dua më shumë, sepse është një nga miqtë e mi më të mirë dhe ju e dini këtë gjë, kështu që unë nuk mund mos më bëni të tilla krahasime, se përgjigja është absolutisht jo. Luiz Elli është i pakalueshëm, i paparakalueshëm dhe Mimoza ka karizmën, ka humorin, po në shpejtësi Luiz Elli është i pakapshëm, kështu që është e pamoshëm. Këtë duket se po preferon publiku më së shumti këtë sezon të Big Brother VIP Albania 5. Këtë duket se po preferon publiku? Po, më shumë. Unë di se kë nuk preferon. Kë nuk preferon? Dhe nuk preferon Rogertin dhe një nga gjërat më të çuditshme që ka ndodhur është që personazhi më i urryer nga të gjithë jashtë vazhdon edhe qëndron brenda. Rogerti. Kjo është po.
ndërsa më e pëlqyera, unë kam përshtypjen më e pëlqyera nga femrat është Selina, është e padiskutueshme, dhe më i pëlqyeri nga meshkujt nuk është Miri, siç po trumbetohet apo tentohet të trumbetohet nga produksioni, po më i pëlqyeri fatmirësisht është Mateo. A do të marrë çmimin e madh ai që ka bërë lojën më të fortë, apo ai që në fund të zgjedh produksioni, siç mund të përflitet? Po, më lejo të përgjigjem një me një pyetje për të marrë vesh se të quan ti lojë të fortë. Për shembull, nëse do kishim një krahasim mes lojës së Selin apo Brikenës, një ndarje mes lojës që bën Mateo dhe Miri që ndryshojnë komplet nga njëra tjetra. Po, kam përshtypjen që njerëzit do para preferojnë të paktën ose do i japin një leksion produksionit të këtij reality show për të thënë që ne jemi të stërlodhur nga dhuna, nga dhuna psikologjike, nga bullizmi, jemi të lodhur nga ofendimet, nga sharjet, nga putja e familjes brenda një reality show, nga përmendja e kushturirave, e të gjitha gjërave të mundshme, burgjeve pa burgje, borxhe pa borxhe, domethënë është e kohë. Ka ardhur koha që ne të themi stop këtyre lloj fenomeneve dhe nisur nga kjo ka për të triumfuar Selin nga vajzat që ka dhënë pozitivitetin më të madh, ka luftuar në mënyrë të dëgjuar, inteligjente, elokuente, artikuluar, i ka që nxitan që një fitues duhet ta ketë dhe për më tepër duhet ta mendosh vetëm kaq që është një vajzë 23 vjeçare dhe ka arritur kaq shumë. Me vetë. Elton, thuhet se votat e publikut në lidhje me personin e preferuar, për shembull, po ta bëjmë lidhjen me Big Brother, nuk merren parasysh. Sa e vërtetë është kjo sipas gjykimit tuaj? Unë kam denoncuar për herë këtë gjë, sepse për shembull, juve mbase nuk e di nëse më keni ndjekur ato kohë, po unë kam qenë personi që kam denoncuar mos paraqitjen reale të votave, për shembull, kur ishte për të dalë, kur ka qenë televotimi midis Kiara Titos dhe Olta Gixhari. Olta Gixhari absolutisht në atë kohë ka qenë një nga personazhet më të urryera dhe Kiara Tito ka qenë absolutisht një nga personazhet më dashura, jo vetëm si e dashura e indivizit, por në atë kohë se partisë së shoqja, por ishte një personazh shumë i dashur dhe goxha karizmatik. Dhe një nga gjërat që unë kërkoja atë kohë, duke komunikuar dhe me Amën, duke i çuar një shkresë Amës, në emër të gjithë personave që po merreshin me këtë punë, ishte paraqitja e votave. Dhe ne u mjaftuam në atëre të spektaklit të punës vetëm me 1% që u vu, që ishte 1% që ndiste shumë pak, por që nuk ishte as pak reale. Nuk ka, sepse atje produksioni punon ndryshe, atje produksioni zgjedh të preferuar atë që ti e urren më shumë. Kjo, domethënë banorët e urren më shumë. Kjo për t'i dhënë më shumë dinamik shtëpisë. Sepse Big Brother ka një formulë tjetër ndryshe nga Femali. Në Big Brother është dhuna, ajo është dominuar. Dhe debati dhe sherri, domethënë nëse ti nuk sherrosësh dhe nuk uluret, nuk e bën këtë penal domjilli, ti skualifikohet. Nëse ti vërtet ofendon me të tëra mënyrat e mundshme, ti vazhdon dhe shkon deri në gjysmën finale, se nuk duhet harrojmë që javës tjetër është gjysmën finale. Që jo, vota nuk janë reale. Elton, së fundmi është folur për një lajm në lidhje me këngëtarin e njohur Flor Mumajesi që u bë shkak për rivalitetin mes Jonida Maliqit dhe Soni Malajt në lidhje edhe me romancën që ka patur më përpara mes tyre. Keni ju një informacion? Në Jonidën e kam thënë ngush, Soni dhe njo, i ish partnerja e një vitu tim, nuk ka pas një marrëdhënie shumë korrekte midis të dy vajzave. Janë thjesht kolege, nuk kanë qenë kur shoqe, sepse ne kemi kolegë, siç edhe juve keni kolege, por nuk është se jeni shoqe, sepse detyrimisht nuk është atë që ti je shoqe patjetër, me që janë këngëtare që të dyja, kemi dhe neve gazetarë që si kemi shoh, thjesht gëzojmë respekt për njëri tjetrin dhe kaq. Asnjë gjë tjetër nuk është e vërtetë. Pjesa tjetër pastaj është thjesht një kymnaj që u tentua të hidhej, edhe që po vazhdon të tentohet dhe që më vjen keq sepse ferma në realitet nuk është kjo, nuk është jashtë. Ferma është brenda. Të dyja vajzat unë në çdo event që kam qenë, kur kam qenë prezent me të dyja vajzat, kam dëgjuar një respekt super të madh në njëra tjetrën dhe ka pasur një marrëdhënie shumë korrekte. Pak muaj më parë ju keni pësuar edhe një incident ku patët disa dëmtime fizike. A ka lidhje kjo me punën tuaj si komentues mbi ngjarjet konkrete dhe a keni patur një ndikim? Unë s'ka pasur punë fare me çështje komentimesh Big Brother, kjo ka pasur lidhje me një fakt që unë kam nxjerr
për sa i përket një personazhi i kërkuar nga Spaku për gjashvrasje dhe në lidhje me një personazh tjetër të showbizit që tashmë nuk dua më që ta përmend sepse është objekt hetimi, kështu që ajo që më ka ndodhur mua nuk ka qenë për shkak të realit të shohut, më ka qenë për tjetër gjë.